Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka dhuruar shumë buzëqeshje dhe ka shkaktuar shumë reagime në publik me një moment të adhurueshëm që ka publikuar në profilin e tij Instagram. Luizi e ka çuar vogëlushen e tij në një vend që askujt nuk ja priste mendja. Gjatë videos mund të shihet qartë se si ai e shtyn karrocën e së voglës, e cila mban në dorë një akullore drejt policisë. Ata kanë shkuar tek zyrat e policisë dhe janë futur brenda të dy, ndërkohë Shkodrani i zemrës dëgjohet teksa me përkëdheli i ka folur bebushes së tij dhe teksa i thotë: "Luna ka ardhur të bëj denoncim këtu tek policia. Do të denoncoj babën që thotë e do mamin më fort se mua." Më pas detaji i videos në fund ka shkaktuar të qeshura pasi Lunës i bie kaushi i akullores në tokë. Përfundimisht ky moment ka sjell shumë reagime nga njerëzit që nuk reshtin se e adhuruari gjithçka. Fenomeni Shkodran Luiz Eli së bashku me vajzën e tij ndan në rrjetet sociale me ta. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e tij kanë reaguar menjëherë por sa e kanë parë videon dhe kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe pozitive dhe të bukura kundrejt Shkodranit të zemrës dhe vogëlushes së tij që gjithmonë arrin të përcjell pafund ndjesi të veçanta dhe shumë dashuri me këto momente që po kalon me babin e saj. Ende nuk dihet arsyeja se përse Shkodrani i zemrës ka shkuar në këtë institucion me vogëlushen e tij të adhurueshme, por me siguri do jetë duke planifikuar diçka shumë të bukur për sezonin veror dhe pushimet e tyre që kanë të bëjnë edhe me pashaportat, apo lejet që u duhen edhe fëmijëve për të udhëtuar. Ende nuk dihet arsyeja, por me siguri Luizi bashkë me familjen e tij do na e zbulojë në vazhdim. Për momentin njerëzit janë duke shijuar gjithçka ai ka publikuar ditën e sotme. Na mbetet vetëm të presim dhe të shohim se si do të shkojnë pushimet dhe ditët e verës në vazhdim për familjen më të dashur dhe më të adhurueshme në Shqipëri, që di vetëm se si të transmetoj dashuri dhe shumë ëmbëlsi me momentet e tyre të përditshme dhe familjare.